Kostoja e lartë e ndërtimit të murit mbrojtës në rrugën për në Banja në Tetovës ka bërë që komuna e Tetovës të dorëzohet para këtij problemi. I pari i komunës thotë se kostoja e ndërtimit të këtij muri është diku rreth 3 milion euro, ndërkohë që komuna nuk ka aq fonde për ndërtimin e të njëjtit. Komuna nuk ka buxhet për të realizuar spaku për këtë vit, gjithë këtë pjesë. Prandaj strategjia jonë është që të shkohet në disa faza. Fillimisht ne po punojmë që kjo rrugë të jetë e qasshme për qytetarët, sigurisht duke këshilluar që të jenë të kujdesshëm, që të, shfrytëzojnë këtë rrugë vetëm me një kujdes të shtuar veçanërisht për shfrytëzuesit e automjeteve. Po ashtu, po intervenohet edhe në largimin e disa rreziqeve që paraqiten permanente, të gurëve të cilët vlerësohet nga ekspertë se mund të bien dhe të rëshqasin dhe të cilat po largohen paraprakisht, por me përmirësimin e kushteve ne veçmë kemi parapar që të intervenohet nga pranvera tek vazhdimi i murit që u bën me donacion apo me përkrahje të UNDP-s, që është pjesa më kritike. Për shkak të rrezikut nga rrëshqitja e dheut, banorët tashmë evitojnë ecjen nga kjo rrugë. Po ajo me vetë bën tash nuk bën me vlla një trata kroqe, do të niqet më. Do të bëhet me gjurë, do të bëhet me asit niqet muri fort, ne mos shtrese, më mojtim tani çau, më mojtim tani një. Po nuk i rahat me collut, me shku collut me bën vakti që ai shkepet. Nga ndërmarrja publike komunale pas rreshjeve të fundit të shiut, kanë caktuar ekip të veçantë që kujdeset për heqjen e dheut dhe gurëve pas rrëshqitjeve të vazhdueshme.